është bërë marak, është qetësuar, është dalë me lyp, e nëse nuk ka ardhur tër natën, krejt natën gjumë sy nuk ashti, prej marakut, se mos po humb lopa, prej marakut, se mos po e han u kulopën. La ilahe illallah, krejt shpia janë shqetësuar, krejt rëpë të shpisën kam janë quar, për me dalit dhe me lyp lopën, se ka humbur, se mos po humb, mos po e han uku, ndërsa pse bia jonë nuk thehet në shtëpi tër natën, prindi as që pyet, as që interesohet, e lemurët të tjerë të familjes, thua se nuk i ka gjetë ata, kur fare e lige, krejt normale është për ta, që bie e tyre, të rri deri në orët e vona të natës, ndoshta edhe deri në mëngjes, dhe jo vetëm një natë, por me nëtë të tëra, me javë dhe me muj, dhe baba i shkret gjallë, dhe baba i shkret më mirë më skoftë, ndoshta nuk guxon me i falë bjes së ti, turprohet, apo edhe tutet me pyet, vajzën e vetë, se ku ishe mori bi, mos pat hanë edhe ty ndon juk, e bien tande mund të hajnë shumë ujqi, e jo vetëm një, atë hajnë ujqi të natën, e pastaj kur të thirin, në mëngjes si atë shokin ton, atë vllaun ton atje në spital, apo në polici, për të informuar për gjendjen e bijes tande, atëherë të bjen dërmen, atëherë kujtohesh, atëherë fillon me pyet se ku ishe, me konejt edhe qka u ba me ty. Vllazën musliman, a jemi duke parë se qka është duke bërë me ne? A jemi duke parë se qka është duke ndodhur me vajzat tona? Qka i hyn jeta ati prindi të shkret, kur vajzat i bredh poshtë dhe lartë, lëndron natën dhe ditën, ndërsa ky shkreti rritë shpia. A thua prindi, ka ndonjë farë përgjegjësie ndaj bijave të ti dhe ndaj fëmijëve në përgjithësi, apo përgjegjësia e prindit dhe interes për to është vetëm që ato të dalin në dynja, që fëmijët e ti të dalin, të hanë, të pinë dhe të rritën, ndërsa për moral, për edukat e për din, thua se nuk ka farë përgjegjësi e baba i shkret. Jo vllazën musliman, ne kemi përgjegjësi të mëdha, ndaj evladëve tonë, ndaj familjeve tona, përgjegjësinë më të madhe në këtë dynja, pas Allahut Azza wa Jall, e kemi ndaj familjes tonë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, çdo kush prej jush, secili prej jush, është përgjegjës për familjen e tij, dhe do të përgjigjet nesër për Allahut Azza wa Jall, për familjen e tij, do t'i jap llogari për Allahut Tebareke wa Teala, për fëmijët e tij, se me çka i ka edukuar ata,
se si është sjellur ndaj tyre, çfarë edukate u ka dhënë atyre. A është interesuar që vetëm ata të hanë dhe të pinë, apo është interesuar që edhe islamin, edukatën islame dhe moralin e shëndosh të ambjell i bijve të tij në zemrat e tyre dhe në shpirtat e tyre. Allahu Azza wa Jall në tërhek vrejtje në Kur'an që ta ruajmë vetë vetën tonë dhe familjet e tona nga zjarri i xhehenemit. Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju musliman, në qoftë se jeni musliman, ruani vetë vetën e ju dhe familjet e juaja nga zjarri i xhehenemit. Punon atë ditë që ta edukash fëmin, t'ja spjegash rrugën e Allahut Azza wa Jall, sepse ke përgjegjësi e ke emanet derisa të rritet dhe derisa ta merr fjalën tënde edhe mëtej këshillat e tua nuk guxojnë të ndërpriten ndaj bijve dhe bijave derisa t'jesh gjallë edhe në frymën e fundit të kësaj jete. Nëse ke mundësi, ke bëq me i këshilluar fëmijët e tu që ta ndjekin rrugën e Allahut Azza wa Jall, ta ndjekin rrugën e pejgamberit alayhi salam. Vëllezër musliman, mjerisht merri bëhet edhe më i madh kur shumë prej prindërve nëse i pyet për fëmijët e tyre, krenohen dhe i qojnë krah, duke mos lanë shibelen ta, duke i lavdruar ata se janë të mençur, se janë të dishëm, se janë dhe janë, thua se vërtet se fëmijët e tij në këtë dynja nuk ka kënd. Dhe arsyetohen se vajzat e tyre janë të pjekura, janë me vetdije dhe logjik të shëndosh dhe nuk mashtrohen let. Dhe ne i themi atij prindi se ti qenë ke i cekt, ti qenë ke mendje lehtë dhe se shejtanit pas ka bërë prej vetes, dhe se ne të themi se wallahi edhe ti një pleqnin tënde me shkuarën e për ato vende, e në veçanti natën ku shkon bie